Mirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të vazhdojmë radhën e mësimit tonë nga Dhjata e Re. Jemi tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve, domethënë, kapitulli 4 nga fillimi. Pra, Salonikasve, letra e parë e apostullit Paul drejtuar Salonikasve, kapitulli 4 paragrafi i parë. Nga fillimi pra. Sa për të tjerat pra vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që si kundërmoret prej nesh se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndis, kështu të pranoni edhe më shumë, të teproni edhe më shumë, sepse ju e dini se qurdhërimi ju lam nga ana e Zotit Jezus, sepse ky është vullneti i Perëndis, shejtarimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili prej jush të di ta mbajë enën e vet në shejtari dhe me nder. Jo me pasione epshi si jo hebre që nuk e njohin Perëndin, dhe që askush të mos mashtroj ose t'ja hedh në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju tham më parë dhe e dëshmuam. Sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shejtërim. Prandaj ai që e përbuz këto gjëra nuk përbuz një njeri, por Perëndin, që ju dha edhe frymën e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vllazërore, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, vetë jeni të mësuar sepse ju e bëni këtë ndaj gjithë vëllezërve që janë por ne bëjmë thirrje vëllezër që këtë të shtohemi edhe më shumë, të përpiqeni të jetoni me paqe, të merrni me gjërat tuaja, të punoni me gjërat tuaja në rrugë, der ndaj atyre që janë jashtë dhe të mos keni nevojë për asgjë. Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë, sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, bëjmë gjithashtu do të sillte me anë të Jezusit ata që kanë vdekur. Të themi me fjalën e Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryengjelli dhe me borinë e Perëndis, do të zbresë nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallen të paret. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi rret për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin. Pasi apostulli Paul pra është qetësuar tani me pasi është informuar nga Timoteu për bashkëpunëtorin dhe shërtorin e Perëndis dhe vëllain e tij shumë të mirë, të cilin e dërgoi nga burgu në Rom që ishte, e dërgoi në Salonik për të parë se në ç'gjendje janë besimtarët atje në besim, dhe Timoteu i solli lajme të mira për Paul, kështu që u qetësua. Apo ai ankth ishte për Salonikasit. Dhe pastaj përsëri apostulli Paul shpreh dëshirën e tij që të vizitojë përsëri Salonikasin, por jo sipas vullnetit të tij, por duke vënë përpara me njohuri të plot të gabimit, nëse do të mund ta bërë më parë, sepse dëshironte shumë të shkonte në Salonik, por u pengua nga Satani të shkonte. Por Satani thot, uroj që vetë Perëndia të drejtoj, të shpeshoj rrugën që të vi tek ju. Në mënyrë që kur t'ju vizitoj, Zoti të shtoj dhe të teproj dashurinë për njëri tjetrin tek ju. Don apostulli Paul që të ndihmoj me praninë e tij, me traditën e tij, që Salonika ndihmoj që dashuria e tij të shtohet ndaj njëri tjetrit. Karakteristika e dytë është sikurse dhe të varë
selanikasit në mungesat që kanë rreth besimit të tyre. Pra janë dy gjëra për të cilat interesohet shumë apostulli Paul për vëllezërit në Selanik. E para është që dashuria tek ata të shtohet në mënyrë që të mund të dallojnë gjërat që janë me interes. Dhe e dyta është të ndreqin çdo papërsosmëri që kanë në fjalën e Perëndis, që ta pranojnë fjalën e Perëndis ashtu si kur fjalë Perëndis siç është, në mënyrë që fjala e Perëndis të veprojë në jetën e selanikasve. Pastaj, përpara selanikasve sjell një problem serioz tjetër, i cili mund të ekzistojë në zemrat e atyre vëllezërve, por dhe në jetët e tyre. Duke thënë, sa për të tjerat që na intereson është që të gjendem bashku në rrëmbimin e kishës për të shijuar praninë e Perëndis dhe të shijojmë jetën e përjetshme për shkak të kësaj dëshire të madhe që kemi, pra që të gjendemi gati në atë orë dhe në atë moment të rrëmbimit të kishës. Thot, ju lutem dhe ju këshilloj, ju bëj thirrje, vallë, lutet dhe bën thirrje, nuk urdhëron. Vëllezër dhe motra, apostulli Paul ka pushtet, sikurse përshkruan në letrat e tjera apostulli Paul që të urdhëroj, por ajo që intereson apostullit Paul nuk është që të urdhëroj në mënyrë që ta dëgjojnë urdhrin e tij, por lutet dhe bën thirrje duke këshilluar të tjerët, duke bërë veten e tij si një shembull të tufes, në mënyrë që të tjerët të shohin veprën e Perëndis që bën Palit, në mënyrë që ta kërkojnë, të ngjajnë Palit në mënyrë që t'i shijojnë edhe ato bekimet e Perëndis që shijon vet apostulli Paul. Atëherë pra, vjen apostulli Paul duke thënë, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin, sikur morret prej nesh në ecjen tonë, pra se si duhet të ecni. Dy gjëra pra janë ato që interesohet Perëndia dhe apostulli Paul për selanikasit. Thot, si duhet të ecni përpara Perëndis dhe me ecjen tuaj si do të bëheni të pëlqyeshëm për Perëndin, që të kënaqet Perëndia me ju. Si do të ecni dhe se si me ecjen tuaj të kënaqet Perëndia. Të ecësh çfarë do të thotë? Të ecësh do të thotë se është një marrëdhënie e vazhdueshme dashurie. Nuk është një takim i rastësishëm dhe pas një ndarje, por është një ecje e vazhdueshme e njeriu besnik të Perëndis, njeriu të Perëndis, por edhe të Perëndis ose të Krishtit me birin e Perëndis. Një ecje e cila është gjithë duke u shtuar, domethënë karakteristika e dashurisë dhe e vërtetës, siç thamë, janë duke u shtuar në jetën e krishterët. Sikurse nuk është një teori se Krishti është mësuesi i fëmijëve të Perëndis, as një drejtor i bijve dhe bijave të Perëndis. Por sigurisht së bashku edhe e drejton këtë njeri, por edhe e mëson rrugën në të cilën duhet të ecë. Dhe kjo lloj ecje me Krishtin e bën njeriu që të shtohet nga ana frymërore, domethënë të shtohet në dashuri, të shtohet në të vërtetën dhe të shtohet edhe në praninë e Perëndis. Për këtë arsye apostulli Paul këtë e thekson, duke thënë, ju lutemi dhe ju këshillojmë që të keni kujdes se si të ecni plotësisht në vullnetin e Perëndis, ashtu sikur se na pat ne. Jo si të pasgjuar, por të mençur, dhe mundësisht në ditët e fundit veçanërisht tani ku ditët janë të vështira. Kur ecim pra në vullnetin e Perëndis plotësisht, atëherë kjo do të thotë se ecim bashkë me Krishtin. Dhe kur ecim bashkë me Krishtin, mësojmë edhe mësimin e tij, edhe se si na drejton ai. Duke ecur me Krishtin, kemi dhe dashurinë e Perëndis atë, sepse kush ka Krishtin, ka dhe atin. Por edhe përmbusha tani me ecjes tonë me Krishtin, është forca e frymës të shenjtë, uniteti i frymës të shenjtë. Dhe kur njeriu ecën bashkë me Krishtin, dhe kur është vetëm është me Krishtin, por edhe kur është me të tjerët, përsëri është me Krishtin. Dhe sikur
Krishti e vendosin në kish, atëherë ai njeri shijon unitetin e besimit që është të kenë të njëjtin mendim për fjalën e Perëndisë dhe uniteti i frymës ku është e njëjta traditë dhe e njëjta praktik në jetën tonë të krishterë. Kjo është uniteti vëlla dhe motër. Ndryshe nuk ka unitet, dhe nëse dy nuk bien në dakord, atëherë nuk mund të ecin së bashku. Që të jem i bashkuar me gruan time, apo gruaja ime me mua, që të jem i bashkuar me vëllezërit e mi, që të jem i bashkuar me pleqët e kishës të tjera, apo me të gjithë kishën, duhen këto dy karakteristika të bukura ku vetëm Krishti na jep. Karakteristika e parë është uniteti i besimit, që të interesohemi për të njëjtën gjë të gjithë, dhe unitetin e frymës, që të kemi frymën e vetë Krishtit. Dhe rezultati është se ky unitet nuk është të një shpirti ku është i një shpirti, por kjo krijon marrëdhënie që të kenë të njëjtën shpirt njerëzit. Të njerëzve pra që nuk interesohen për gjërat njerëzore, por mendojnë dhe kërkojnë gjërat e Perëndisë. Këtu pra është përsosmëria mes dy njerëzve, mes tre njerëzve, apo mes kjo vëllezër dhe motra nuk bëhet Krishtin, drejtues tonë të jetë Krishti, dhe të jemi bashkuar me dashurinë e Perëndisë në zemrat tona nëpërmjet ekziston përsosmëria pra. Ashtu sikurse zotëron ndalidhsi i përsosmërisë që është dashuria. Nëse nuk ekziston ky uniteti i besimit dhe uniteti i frymës të shenjtë, dy persona nuk bien në dakord dot, nuk ecin dot së bashku, pra nuk mund të ndjekin Krishtin që të dy. Dhe aty dhe tutje krijohen problemat të cilat do t'i shohim. Pra, apostulli Paul thot se ju moret nga ne, sikurse si ecim dhe që të jemi të pëlqyer tek Perëndia, në mënyrë që edhe ju të keni përparësi në ecjen tuaj. Si të keni përparësi? Të teproni në dashuri. Gjithnjë dhe më tepër. Dhe këtu vëllezër dhe motra do të japim një rëndësi të madhe. Nëse nuk e kuptoj si person, flas për të gjithë ne tani. Nëse nuk e kuptoj se në jetën tonë me Krishtin, duhet të kemi përparim. Atëherë, nëse nuk do të ketë përparim, e kemi humbur rrugën tonë. Dhe nëse nuk e kemi humbur akoma, do ta humbim. I krishteri vëlla dhe motor nuk është as statistik, as shumë më tepër në rënje, por i krishteri është dhe duhet të jetë gjithmonë duke tepruar, gjithmonë duke përparuar. Ai hallit e dini se si e thot apostulli Paul këtë, për sa i përket kohës që jeni në Krishtin, duhet të jeni mësues, dhe dituria që keni nuk është një ditori nga lart, por kjo ditori që keni nga që nuk keni përparim është një ditori toksore, djallëzore dhe shtazore. Dhe si shfaqet ose si duket përparimi jonë në Krishtin, kur nuk ka grindje në mes nesh, kur nuk ka konkurencë në mes nesh, kur ekziston në mes nesh dashuria që është ndërlidhësi i përsosmërisë. Atëherë edhe çifti përparon, sepse mund të përparoj një çift, burrë dhe grua pra, por mund edhe të shembet. Dhe nuk është e habitshme kjo, kur shikon një familje të ecë mirë dhe pastaj të ecë keq dhe të shkatërrohet. E ku bazohet kjo gjë, vallë? Nga se vjen kjo? Vjen se janë vëllezër të këqij? Po janë, po pse u bën të këqij këto vëllezër? Pra burri dhe gruaja. Ku duket kjo rënja e përparimit të krishterit? E të një familje të krishterë flasim tani, apo të kishes ku shkon deri në shkatërrim, sepse nuk mund të ecën së bashku. Duket kur nuk ka unitet të besimit, ai që nuk ka unitetin e besimit e veçon veten e tij pa e kuptuar dhe pa e dashur. Pra ndahet nga ecja e atij që ka unitetin me Krishtin. Pra, ecin dy vëllezër, pra unë dhe gruaja ime le të themi,
ecim së bashku, kemi si prototip Krishtin dhe na bashkon, ekziston uniteti i besimit, kemi të njëjtin mendim dhe papritur në mes nesh vjen dhe futet një ndarje. Të tjera thot gruaja, të tjera themun. Nuk i japim rëndësi kësaj, ndarjet, dhe kjo ndarje vazhdon dhe shumohet, kurse nëse i japim rëndësi dhe e kuptojmë se sa serioze është tema, atëherë bashkë me gruan time do të shkoj tek Krishti dhe nuk flas vetëm për familjen, por bashkë me gruan shkoj tek Krishti, do të pendohemi, do të kërkojmë gjakun e Jezu Krishtit dhe do të kërkojmë që të na sjellë Perëndia që të kemi të njëjtën mendje, sepse qëllimi jon është që të kemi dhe të njëjtin shpirt, të mos dua unë ato që nuk do gruaja, as të mos doje gruaja ato që nuk dua unë. Por të dy të jemi të një mendje, të duam të dy të njëjtat gjëra, pra ato gjëra që don Krishti. Dhe tjetra e dyta ku është e keqe shumë, është kur të ndohet uniteti i frymës. Do me thënë, kur të duam gjëra të tjera, kur kemi një tjetër vullnet, kur nuk mundemi të bijem në dakord në udhëzimin e përbashkët që na udhëzon fryma e shenjtë. Këto që thot apostulli Paul, që thot fjala e Perëndis, janë shumë serioze në mënyrë që ti mos ja nashkalojmë përciptasi. Nëse shohim pra për shembull dy pleq të kishës, dy bashkëpunëtor në kishë apo në familje, kudo qoftë, burri dhe gruaja. Nëse kuptojmë se tjetër dëshiron, dëshira e njerit është tjetër nga dëshira e tjetrit. Kur i shohin gjërat ndryshe ose tjetër udhëzim të frymës së shenjtë, në thonjë za, që mua të më pëlqej kjo dhe grua as ti pëlqej diçka tjetër dhe të kem dhe tjetër mendim, atëherë rruga jon ose ecja jon është drejt shkatrimit, përfundimisht. Është përshembje, është që të coptohet ecja jon, dhe nëse është familja, burri dhe gruaja, vjen divorci, të ndahen pra. Dhe nëse janë vëllezër dhe motra në kishë përfundimisht, konkurrencë dhe derisa arrin në urrëtie njëri ndaj tjetrit, nuk mund të bashkluftojnë së bashku. Për këtë arsye dhe apostulli Paul thekson këtu duke thënë se ju e dini se si duhet të ecni në mënyrë që t'i pëlqeni Perëndis, që të mund të keni përparim në jetën tuaj. Nga ana frymërore flasim këtë përparim. Dhe e përsëris, i krishteri që nuk ka përparim është i krishteri drejt humbjes përfundimisht. Është sikurse një nxënës që është nxënës i mirë, vazhdon që të bëhet jo i mirë, dhe kur merr të notën 10, merr 9, nga 9 8, nga 8 7, dhe pastaj me zor të kalojmë me 5-ën. Dhe pastaj çfarë do të bëhet me këtë nxënës? Asgjë nuk do të bëhet. Kurse një tjetër, nëse vazhdon me 5-ën, le të vazhdoj nga 5-a, shkon tek 6-a, tek 7-a, por të ketë përparim me pak fjalë, të ketë ngritje. Vëllezër dhe motra, pra, duhet që të provojmë veten tonë në marrëdhënien tonë me familjen tonë apo në marrëdhënien tonë me Krishtin që është shumë. A përparim, vallë, uniteti vëllezër dhe motrat, uniteti i besimit, uniteti me familjen tuaj, mund të fantazoni me familjen tuaj apo me kishën, me vëllezër dhe me motrat. Nëse nuk shtohet, nëse shtohet, do të shkojmë të bëhemi me të njëjtin shpirt që të mund të mendojmë që të gjithë atë që don Zoti. Dhe rezultati është përparim. Përparim frymëror, përparim familjar, përparim në kishë, shumim. Përse? Se u bëm me të zgjuarit apo me të rëndësishmit? Jo, vëllezër dhe motra, por se Perëndia është me ne. E din që do të thotë të jetë Perëndia me ty, dhe këtë do ta kuptosh nëse është. Çfarë do që të bësh, do ta bëj mbarësi Perëndia. Nëse gjithçka që të bësh nuk shkon mirë, atëherë diçka bëhet, mos e anashkalo. Çfarë thot Esau? Është i fortë, një gjuetar i fuqishëm, nuk ishte i thjeshtë sikur Jakobi. Të gjitha i humba do t'i bëjnë nga fillimi më mirë. Dhe çfarë thot Perëndia? Ti do të ndreqesh, shikojeni këtë,
por unë do të shembi. Zoti të na ruaj pra. Dhe nuk kuptoi Esau dhe ku u ka ta ndis. U ka ta ndis se Perëndia Jakobin e deshi dhe Esaun e urrejti. Nuk e kuptoi Esau se çfarë bëri, sepse ecte me mençurinë toksore, djallëzore dhe shtazore. Pa unitet, pa dashuri, pa përullje, sepse nëse nuk përulesh, si do të gjesh hir tek vëllajet? Dhe mbase, sigurisht që nuk do të gjesh hir as tek Perëndia. Nuk gjen hir nga gruaja jote, apo gruaja jote, nëse nuk përulet, nuk gjen hir as nga Perëndia dhe as nga burri i saj. Dhe kështu vazhdon zbritja pra, shkatërrimi. Për këtë arsye duhet të jemi gjithmonë atë që thot Krishti, kini kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim. Sepse nëse nuk kujdesesh, ke për të rënë në tundim. Sepse kundërshtari jon, djalli, sillet rreth e qark dhe kërkon të gjejë një që është i pakujdesshëm që të shkojë ta përpijë. Dhe nuk është të luajmë me gjërat e tilla, por është të kemi kujdes, të rrim zgjuar dhe të lutemi. Dhe problemi i tmerrshëm, në qoftë se njerëzit nuk kujdesen, që flejnë dhe që nuk luten, thot, ky është vullneti i Perëndis, shejtërimi juaj. Dhe vëllezër dhe motra, fjalë themi ajër. Apostulli Paul shpjegon për shejtërimin. Thot, kërkoni paqen me të gjithë. Se ekziston paqja e Perëndis në marrëdhëniet tuaja me njerëzit, në zemrën tënde dhe në jetën tënde, atëherë nuk mund të ketë shejtërim. Nëse në zemrat tona kemi tronditje, kemi zili, kemi urrejtje, apo kemi hidhërime, nëse zemra jonë do më thënë nuk është plotësisht e pastër përpara Perëndis dhe përpara njerëzve, e pastruar vetëm me gjakun e Jezu Krishtit, dhe nëse ndërgjegjja jonë nuk është e pastër plotësisht nga veprat e errësirës, vetëm me gjakun e Jezu Krishtit pastrohet edhe ndërgjegjja jonë edhe zemra jonë. Atëherë vëllezër dhe motra, nuk do të mundemi që të kemi shejtërim, nëse nuk pastrohemi. Dhe nëse nuk kemi shejtërim, atëherë nuk do të mundemi të shohim fytyrën e Perëndis. Nuk do të mund të shohim mëshirën e Perëndis në jetën tonë, as ndihmën e Perëndis. Dhe nëse më lejon Perëndia dhe ju, që më dha Perëndia, të kemi kujdes sepse shumë e lehtë është që i parlinduri i Isakut u bë Esau. Ai që kishte premtimin, sepse ishte i fort, i arrinte gjithmonë Esau, me forcën e tij, ndjehej se mundte, ja arrinte. Dhe përfundimisht u gjet përballë Perëndis i kundërt. Do t'ja arrijë. Dhe thot Perëndia, ti do t'ja arrish, por unë të gjitha sa do të bësh ti do t'i shembi. Zoti të na ruaj të mos gjendemi në një gjendje të tillë ku do t'i shmangemi më kurr pastaj. Nuk mund t'i shmangemi për shembull një rrugët e cila krijohet nga zemra jonë dhe nga mendja jonë. Dhe si do ta kuptoj këtë? Në qoftë se me duan të tjerët, dhe do ta kuptoj nëse mvaremi njëri nga tjetri në mënyrë që të arrim të bëhemi me të njëjtin shpirt. Nëse ja kam arritur pra ta them me troq që të bëj të më duash, apo nëse ja arritet të më bësh të dua. Një shembull këtu është Samaritani i mirë, i cili e pa njeriun e plagosur dhe nuk u largua nga ai sikur Leviti dhe prifti, por u ndalua, e ndihmoi dhe i plagosuri e deshi për të gjithë. Samaritani i mirë i shërbeu të plagosurit. Ndërsa Leviti dhe prifti arriti që të mos i doj kurrë në jetën e tij. Kurrë nuk ja arritën që të mos e duan kurrë. Sikurse Esau
ja arriti që ta urrej Perëndia. Dhe Jakobi, njeriu i thjesht dhe i dobët, ja arriti që Perëndia ta doj. Nuk bëhen rastësisht këto gjëra, nuk është kismet, fat. Por vëllezër dhe motra, është vendimi dhe sikur se thot dhe fjala e Perëndis, të ecni në mënyrë që të jeni të pëlqyeshëm tek Perëndia, që të keni përparim gjithnjë dhe më tepër përpara Perëndis. Keni kujdes pra për shitërimin tuaj. Kujdesuni për shitërimin tuaj, dhe nëse nuk kujdesemi për shitërimin ton, atëherë vinë mëkatet dhe mundësisht mëkate akoma më të mëdha, ku është kurvëria. Nëse unë nuk kujdesem që të jem në shitërim, atëherë vazhdoj në vend që të drejtohem nga fryma e shenjtë që të më drejtoj Jezu Krishti dhe të më mësoj Jezu Krishti, vazhdoj të drejtohem nga mendja ime, të më drejtoj zemra ime dhe të më mësoj mishim. Let ku mund të bëj një njeri që të më drejtoj, apo të bëj një mësues timin njeriun, atëherë ai njeri çfarë pëson? Pëson dëm. Dëm të madh. Perëndia të na ruaj. Dëm që pëson një njeri i tillë është tronditës. E dini pse? Mund të jetë i vogël fillimisht, por është i vazhdueshëm ky dëm. Dhe Perëndia, ashtu sikur se largohet nga pranë nesh, na jep mundësinë nëpërmjet fjalës së tij që të kuptojmë se diçka nuk shkon mirë, ose shumë gjëra nuk na shkojnë mirë. Së pari vazhdojnë problemet që të jenë mes burrit dhe gruas. Njeri thot, flet diçka, tjetri nuk bie dakord me të. Do njeri diçka, nuk do tjetri. Mendon njëra dhe nuk mendon tjetri. Nuk është e thjesht, nuk është se do ta gjejmë, nuk e gjejnë mohabetin me. Vetëm Perëndia kur të vijë do të na ndihmoj që ta gjejmë mohabetin. Nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës së shenjtë. Që të vazhdojnë mos rënien në dakord tek dy vëllezër apo tek një çift që janë në kish, atëherë diçka bëhet. Është shumë serioze kjo që bëhet. Ç'është kjo? Vazhdon dhe paksohet shejtërimi. Sepse nuk ka paqe. Dhe nuk mundet njeriu që të shohë fytyrën e Perëndis në jetën e tij. Nuk mund të jetë Perëndia ose Jezu Krishti ndihmë e gatshme në jetën e tij, ku Krishti don të jetë ndihmë e gatshme për te. Nga aty vazhdojnë tani me bën diçka dhe nuk të del për mirë. Lutesh dhe përgjigjen nuk merr nga Perëndia. Kërkon dhe nuk gjen rezultat. Punon dhe nuk ja arrin kurrë. Sa i pa fat jam. Nuk ka pa fat, por ka mirësinë e Perëndis apo zemrimin e Perëndis që mund të thrasim në jetën tonë. I pa fat nuk ka njeri të pa fat, por thjesht nuk u interesove që të shohësh veten tënde, që të ecësh me Krishtin, që të pendohesh dhe të kërkosh ndihmën e Perëndis. Që të gjejmë hir është i gjithë problemi, është që të gjejmë hir tek Perëndia. Keni kujdes pra, se vullneti i Perëndis është shëtërimi juaj, i cili varet nga paqja që kërkoni me njerëzit. Vallë, a lufton që të kesh një marrëdhënie paqësore me gruan tënde, me vëllain tënd, me të gjithë vëllezërit dhe motrat e tu? Lutesh për këtë çështje, sepse vëllezër dhe motra, dy njerëz nuk mund të jenë të ngjitur njëri me tjetrin. Njeri ka një zemër, njeri ka një mendim tjetër, kanë dëshira të ndryshme, pëlqime të ndryshme, vetëm Krishti mund të na bëjë një. Për këtë arsye, edhe Krishti çfarë thot? Të bëheni një, nuk thot Perëndia të bëhemi një, por thot: "O ati im, bëj ato që të jenë një, sikurse unë dhe ti o ati jemi një." Pra kjo është një rezultat i Perëndisë dhe i lutjes së Krishtit dhe i veprës së Krishtit në jetën tonë. Nuk bëhet nga forca njerëzore, as nga mundësia njerëzore kjo. Sepse nëse mundohesh me mundimin njerëzor që të sjellësh unitetin me vëllain tënd, me gruan tënde apo me fëmijët e tu, do të përdorësh mendimet apo fjalët apo veprimet
të cilat nuk do të kenë të vërtetën e plot brenda, por nuk do të kenë edhe frymën e shenjtë brenda tyre. Do të mundohesh t'i marrësh më të mirë, do të mundohesh të t'ju bësh qefi dhe të thuash edhe ndonjë gënjeshtër të vogël. Do t'i nderosh për në mënyrë të rreme. Këto nuk sjellin rezultat. Nuk sjellin rezultat të mirë. Këto sjellin rezultat por të keq. Dhe ku arrin? Arrin deri në kurvërinë. Dhe është kjo e kollajt. Me lejoni t'ju them vëllezër dhe motra se është shumë e lehtë të kandidat. Ja arrin dhe prezanton dhe lartëson dhe lajkaton dhe këshillon dhe akuzon nga ana tjetër. Kur njeriu e humbet praninë e Perëndisë, atëherë vazhdon dhe drejtohet nga djalli dhe nga Satani. Dhe ku do ta çojë? Do ta çojë në humbje. Dhe ku do ta çojë? Në shkatërrim do ta çojë. Ku do ta çojë? Në kurvëri do ta çojë. Dhe mund të mos jetë kurvëria me kulmin e madh sikur është kurvëria, sikur e dim, por mund të jetë kjo kurvëria një kurvëri frymërore. Nëse thot, shikon diçka dhe dëshiron në zemrën tënde ta bësh atë që pe, atëherë ke shkelur kuroren tënde. Mund të jetë me të lajkatoj kur jam i bindur se një motër apo një komshije me shikon. Të mos bie, por të vazhdoj të ngjitet në zemrën time flerti, Zoti të na ruaj edhe ne që jemi në një farë moshe, edhe të rinjt apo të çdo moshet. Të gjithëve të na ruaj Perëndia, sepse kjo nuk është rezultati i dobësisë njerëzore, ku është dobësia njerëzore, por kjo është rezultati i djallit. Zoti të na ruaj vëllezër dhe motra, sepse kurthet janë gati përpara nesh. Vetëm kur njeriu qëndron në shetërim, në pastërti, në të vërtetën e ungjillit dhe në udhëzimin e frymës së shenjtë, atëherë është gjithmonë fitimtar. Gjithmonë. Nuk mund t'i bëj asgjë djalli. Për këtë arsye kemi ndërprer çdo mendim, çdo diskutim me atë. Ne i përkasim Krishtit. Ne princ i jon dhe përsosmëria jon është Jezu Krishti. Dhe duam të jemi shërbëtor të Jezu Krishtit dhe duam dhe të jem edhe miq të Krishtit. Dhe atëherë do të jemi të sigurt. Keni kujdes pra që të hiqni dorë, çfarë do të thotë të heqim dorë? Do të vijë tundimi. Do të vijë patjetër tundimi. Nuk i shpëton dot tundimit. Do të vijë tundimi, por ajo që ka rëndësi është të mos prek tundimi. Dhe kur nuk ka për të prekur, kur ti kthesh kurrizin dhe ti thuash shporu nga unë o Satan. Përse? Sepse e di, çfarë di? Di mashtrimet dhe djallëzit e tij. Të djallit pra. Çfarë tjetër din? Njoh edhe dobësinë time. Çfarë tjetër di? Di edhe forcën e Krishtit, ku është edhe shpëtimtari im, edhe çlirimtari im. Të hiqni dorë pra nga kurvërit dhe gjithë secili nga ju të di që ta mbaj enën e tij në shetëri dhe mundësisht të ndershme në praninë e Perëndisë. Çfarë do të thotë me nder? Të mbaj veten e tij gjithë secilit me nder do të thotë trupin tim e di shumë mirë se është tempull i Perëndisë, sepse Perëndia vendosi frymën e shenjtë të banoj brenda meje. Për këtë arsye dhe trupin tim interesohem për te. Interesohem për trupin tim si që të jetë në të pari e laj të mos çliroj një herë të keqe, do të më thuash ma çfarë thua, e di se që them. I krishteri lahet vëllezër dhe motra. Nëse është e mundur çdo ditë, rrobat në verë
nuk i lën që të marrin erën e djersës, por i la, i ndërron. E dyta, interesohen për trupin tim. Do më thënë, nuk peshi sikur grua një rrobë të brendshme ku është fare e vogël. Iku shejtërimi. Dhe nëna interesohet për vajzat e saja. Nuk i nxjerrim të gjitha për jashtë dhe të dalim në botë, nuk do të lahemi vallë në det. Banjo, me nderim dhe me shejtërim do të bëjmë banjo. Në shejtërim dhe në nder trupi jon. Jo të gjitha për jashta. Fëmia nuk bën ç'të doj. Kjo moda, vëllezër dhe motra sa keq bën moda, sa e tmerrshme është. Moda nuk është nga Perëndia, vëllezër dhe motra. Moda është që të dukem sa më tërheqës. Tek kush të jem tërheqës, jo tek Perëndia, por tek djalli, tek bota të jem më tërheqës. Ti bëj flokët e mi pak kështu, le që unë nuk kam. Ti bëj fëmijët pak flokët, përse ti bësh kështu? Baba i vallë, ç'punë bën në shtëpi? Me fëmijët. Asnjë punë nuk bën me fëmijët. Nuk mëson, nuk flet babai. Nuk interesohet për fëmijët e tij, për familjen e tij. Trupi jon në shëtërim dhe në ndershmëri, i ndershëm. Të veshim rroba të ngushta, edhe burrat tani vazhdojnë të ngushta. Nuk e di nëse kanë këto tutat e ngushta shumë, si quhen kolan, nëse ka edhe për burra, nuk e di se ç'bëhet. Por në jetën, në familjen e krishterë nuk ekzistojnë gjërat e tilla. Nëna ose mamaja në shtëpi është të jetë e bindur në fjalën e Perëndisë. Dhe kur të jenë të bindur babai dhe nëna në shtëpi, kjo nuk është një egërsi, një ashpërsi, por është shëjtërim dhe ndershmëri. Dhe kur interesohesh që të qëndrosh në fjalën e vërtetë të Perëndisë, ja bëje këtë, nuk mundem ta bëj, sepse nuk më lën fjala e Perëndisë ta bëj. Mund të ta lejoj, sepse nuk më lejon fjala e Perëndisë. Kjo nuk është një fanatizëm. Kjo është një bekim, është shejtërim, vëllezër dhe motra. Dhe jo vetëm të qëndrojmë me fjalë në fjalën e Perëndisë, sepse është uniteti i besimit, siç tham, por është edhe të ecim në fjalën e Perëndisë. Kjo është uniteti i frymës. Uniteti i frymës nuk është gjysma e lavdisë. E para është që trupi jon të jetë i pastër në shëtërim dhe në ndershmëri, pastaj trupi jon të jetë edhe i lavdishëm. Gratë nuk duhet të mbathin pantallona, është neveri tek Perëndia. Vëlla, më falni, motra e madhe apo e vogël nëse je, kur të mbathish pantallonat, nuk munden engjëjt të të afrohen. Është neveri tek Perëndia. Çfarëdo që të bësh, do të ketë shembje. Nuk duam t'i humb fëmijët tonë dhe shpirtat tonë, por duam të hymë në mënyrë të pasur të gjithë së bashku nëpërmjet portës, asnjë thundur 10 nuk do të lëmë për jashta. Por këto janë përgjegjësitë e kishës, por edhe të prindërve në familje. Tham për modën, por tani të themi edhe diçka tjetër. Për ato që dëshirojmë të bëjmë. Cila është dëshira jonë të bëjmë? Kemi dëshirë që fëmia të studiojë, shumë mirë është kjo. Dëshirë e mirë. Por ajo që është më mirë, vëllezër dhe motra, është që të studiojë gjërat e Perëndisë. Kjo është më e rëndësishmja. Të ketë përparim në gjërat frymërore, në gjërat e Perëndisë. Dhe kush është ai që përparon në gjërat e Perëndisë? Janë 3 karakteristika. Është vëllai i mirë në kishë, shërptor i mirë dhe bashkëpunëtor i mirë në Ungjillin e Jezu Krishtit. Do të thënë, për shembull, djalin tim nuk dua që të jetë një njeri i shkollar i mirë, ku do ta doja shumë, të jetë një profesionist shumë i mirë, ku e dua shumë të jetë i tillë. Por ajo që lutem për të është që të jetë një vëlla i mirë djali. Të jetë një shërptor i mirë i Perëndisë dhe një bashkëpunëtor i imi apo i joni në veprën e Perëndisë.
Së pari të kërkojmë mbretërinë e Perëndisë. Këto janë dhe të tjera do të mund të thoja, por thash gjenat me baza. Këto vëllezër dhe motra janë interesi jon për shëtërimin, që të mos katandisemi në kurvërira. E di që do të thotë të shohish djalin tënd në kurvëri, do të thuash do të kthehet, masi do të kthehet. Uroj të kthehet, por kjo është, problemi është të mos shkojë në kurvëri. Dhe vajza jote të sillet, përse e lën kështu? Çfarë nënet je? Çfarë babai je ti? Çfarë i krishteri apo çfarë e krishtere je? Do të kthehet, do të kthehet, por do të jetë e plagosur, do të jetë e shkarravitur nga bota, dhe kur nuk do të mundet të jetë ashtu sikurse don Perëndia, sepse ka provoja tragjike në jetën e saj. Ndërsa mundemi vëllezër dhe motra, me hirin e Jezu Krishtit, me dashurinë e Perëndisë atë dhe me bashkësinë e frymës të shenjtë, që familja jon të jetë në shetërim dhe në ndershmëri. Kush është fajtori? Janë prindërit, babai dhe nëna. Bariu i kishës është fajtori, kisha është fajtorja. Ai që ka pushtet në atë që ka vënë Perëndia, ai ka faj. Ja kujtoni pak Mojsiun dhe Aronin. I la Aroni popullin e Izraelit të lirë dhe u coptuan. Nuk e lëm të lirë as vetën tonë së pari, mundohemi që të jemi shembull në tufën e Perëndisë, as gruan tonë të lirë, por e ndihmojmë që të jetë shembull në tufën e Perëndisë. As burrin tuaj motra, duhet të ndihmoni të jetë shembull në kishë, dhe pastaj së bashku, duke u lutur, Perëndia do t'u jap dhe do të na jap të gjithëve rezultatet më të mira. Sepse Perëndia kënaqet që ta bekojë Perëndin. Dëshiron shumë. Dhe si bëhet kjo? Bëhet me fjalën e Perëndisë dhe me frymën e shenjtë. Interesohuni që të përmbusheni dhe ju dhe fëmijët tuaj që të vegjël të përmbushen me frymën e shenjtë. Mos dëgjoni gjërat të kota, do të rritet. Do të rritet, po pastaj hajde ta mbledhish me. Nuk kam parë fëmijë që është i pakzuar me frymën e shenjtë mbi 7, 8 apo 9 vjeç dhe të ketë ikur jashtë në botë. Përse? Sepse jeton në praninë e frymës të shenjtë. Dhe ato që kanë ikur janë shumë të pakët. Familjen tonë, trupat tonë, kishën e Krishtit në shetërim dhe në ndershmëri. Dhe të fundit që dua të them, me të parashikojmë gjërat, të interesohemi, jo sikur 5 vjigjireshat budallaqkat, por të jemi si të mençurat. Do më thënë, nuk do të them, do t'ja arri. Po rri bre, si do t'ja arrish? Do t'ja arri me fjalën e Perëndisë, do t'ja arri me frymën e shenjtë, do t'ja arri me bindjen time në ungjillin e Krishtit. Kështu do t'ja arri. Me hirin e Krishtit do t'ja arri. Me agjerime dhe me lutje do t'ja arri. Dhe do t'ja arrim vëllezër dhe motra, veçanërisht tani në ditët e fundit. Dhe këmbgul duke thënë, të hiqni dorë nga kurvëria, të shetëroj veten gjithsecili dhe të hiqni dorë nga kurvëria, por jo me pasione dhe me epshe. Çfarëdo pasioni që të jetë, mos e shfaqso. Nuk prish punë me një cigare është kjo. Sikurse tha një bari i kishte dhe u mërzitas, tha. Domethënë, vëlla, nëse do të pi 3 cigare në ditë, keq është? Shporu nga unë, Satan. Ç'është kjo që thua, i thash? Çfarë janë ato që thua? Pa keq është të pish cigaren? Jo pra në pasione, vëllezër dhe motra. As një pasion, qoftë ai quhet internet, ai pasion, një pasion i tmerrshëm. Qoftë lojrat në internet. Qoftë pasionet që janë filmat të internetit, lëre internetin me të gjitha sa ka. As një lloj pasioni, as cigaren. Sepse do të drejtoj në pasione dhe epshe. Por çfarë ka i krishteri?
ka frena, ka vetë kontrol, ka bindje të tij në Krisht, ka frikën e Perëndisë, dhe mos e mërzis me veprat e tia, ose me pasionet e tia Jezu Krishtin. Jo me pasione dhe epshe, sikurse jo hebrejt nuk e njohin Perëndin. Dhe një të fundit. Dhe ki kujdes që të mos t'i bësh të pa drejta vetës tënde në gjërat të tilla. Jo të afrosh dhe të thuash, nuk prish punë, mos dëgjoj ç'thot njëri apo tjetra, por Perëndia thot flet për liri. Për cilën liri i vallë? Në kurvëri ka për të drejtuar ky mendim. Krishti don të bindesh. Krishti don unitetin e frymës dhe unitetin e frymës të shenjtë. Krishti don shëjtërimin ton. Kudo që kam dëgjuar njeri dhe dëshmitari im është Perëndia, dhe them të vërtetë, atë që thot mos e dëgjoj koroveshtin, radhën tjetër do të e shoh të shkatërruar. Sepse nuk është se them unë, Zoti të më ruaj, por është se çfarë thot Ungjilli. Kjo ka rëndësi. Sepse kur të thuash mos e dëgjoj koroveshin, është sikur ti thuash mos dëgjos ato që thot Perëndia, mos dëgjoj fjalën e Perëndisë. Sot koroveshi dikush do të jetë më i mirë nga koroveshi që do të flas. Gjithmonë pra ta nderojmë fjalën e Perëndisë, ti nderojmë dhe ti respektojmë punëtorët, kushdo qoftë i riu, as kërkush nuk thot tek Timoteu të turpëroj rindin tënde. E shikon se vepron në veprën e Perëndisë, ta nderosh vëlla dhe motër. E shikon se predikon fjalën e Perëndisë, e nderon, ta nderosh me nderim të dyfisht mundësisht. Nuk mund të luajmë vëllezër dhe motra, nuk luhet me Perëndin. Nëse mbjellim në mishin ton, patjetër që do të korrim prishje. Në qoftë se do të mbjellim në frymën e shenjtë, çfarë do të thotë të mbjelli në frymën e shenjtë? Do të thotë të udhëzohem nga fryma e shenjtë. Nuk mbjelli në erë, kot në ajër, por drejtohem nga fryma e shenjtë. Drejtuesi im është ngushëlluesi, atëherë kam për të korrur jetë të përjetshme. Për këtë arsye, të kemi kujdes që askush të mos mashtroj ose të hedh në punë vëllajën e vet. Në punë, mos e akuzo, mos e ofendo, mos shiko gruan e tij, mos shiko me ligësi vajzën e tij, mos shiko burrin e saj. Do të gjendesh me Perëndin hakmarrës ndaj teje Perëndia, të lutesh për gruan e vëllait tënd, për burrin e motrës tënde, të lutesh për te, të luteni për fëmijët, jo që të shikoni me ligësi. Do ta kesh Perëndin armik tëndin, hakmarrës do të jetë Krishti mbi ty. Të interesohemi vëllezër dhe motra për shëjtërimin tonë. Sepse Perëndia nuk na ka thirrur në ndyrësi, por na ka thirrur në shëjtërim. Kjo është ftesa që na bëri Perëndia. Të shëjtërohemi. Nuk mundet tani gruaja ime të lyej flokët e saj dhe të bëhet një shembull i keq për të gjithë. Do ta qethi. O ja, e dua dhe s'ka për të bërë gjëra të tilla. Nuk lejohet një gjë e tillë. Kur shikoni grua të bariut të kishës dhe flok t'i ketë të lyera, kisha është mbaruar. Ta mbani mend këtë. Do të vazhdoj të jap shpirt derisa të vdes. Kur të shikoni një pleqësi të kishës të zihen njeri me tjetrin, ajo kish është e mbaruar, nuk mund të qëndroj me. Kur shikoni familjen që njeri të qohet kundër tjetrit, ajo familje do të shkatërrohet. Ku do të arrin? Në kurvëri do të arrin. Ma mos e teprojnë duke thënë, jo vëllezër dhe motra, nuk e teproj, fjala e Perëndisë thot. Por t'ju them dhe diçka tjetër, shumë kanë parë sytë e mi. Dhe kam frikë Perëndin. E dini se çfarë kanë parë sytë e mi? Ku t'ju them tani? Dhe kam frikën e Perëndisë. Të kemi kujdes pra për shëjtërimin ton. As kërkush nuk është më i fortë se të ndimi. As kërkush nuk është kaq i fortë sa të mos rrezikohet. Shpirti i të gjithëve të ne është në rrezik. Kështu thot fjala e Perëndisë. Nuk dua të gjendem përballë Perëndisë
si hakmarrës Perëndia ndaj meje, por dua që Perëndia të jetë ndihmësi im, ta dua dhe të më doj. Sepse Perëndia nuk na thirrri në ndyrësi, por në shëtërim, dhe keni kujdes. Ai që përbuz gjëra, tani shkon në këtë krahasim. Kush i përbuz këto gjëra, nuk përbuz një njeri, me falni se them për veten time, me falni për këtë, por dua të them se kush përbuz këto gjëra, nuk përbuz njeriu, por përbuz Perëndin. Dhe kush e përbuz Perëndin, është ai që përbuz Zotin që i dha frymën e shenjtë të gjithëve të ne. E kuptoni se me kë kemi të bëjmë? Kemi të bëjmë me atë që na pagëzon me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Për këtë arsye, të kemi kujdes vëllezër dhe motra. Dhe duke mbaruar do të them edhe këtë. Të mos largohemi me duke thënë një punë të shenjtë. Dhe atëherë njeriu mashtrues ose njeriu i lig, burri apo gruaja, të bëjë diçka më tepër se një. Kujdes pra. Nuk është e nevojshme që të vinë trupat e vëllezërve dhe të motrave të vinë njëri me tjetrin. Nëse është për të puthur dikënd, puthe këtu në kokë dhe uroj të jetë i larg. Është nevoja të puthemi shumë edhe në faqe. Vëllezër dhe motra, shëtërimi jon është lavdia e Perëndis në jetën tonë dhe ndershmëria në jetën tonë. Sepse pa shëtërim askërkush nuk do të shkojë në qiell. Pa shëtërimin askërkush nuk do ta ketë Perëndin pranë vetes. Dhe shëtërimi trupit, shpirtit. Zoti të na